Leonardo Gashi dhe Leila Seferi janë njëri nga çiftet më të dashura të publikut që kanë dalur nga Big Brother VIP Kosova 3. Çifti në fjalë janë të lidhur dhe të dashuruar akoma edhe pse shumë nga njerëzit brenda Big Brother VIP Kosovës dhe jashtë saj mendonin se ata e kanë këtë lidhje shkurt dhe vetëm për lojën e Big Brother. Së fundmi Leila na e sjell një video ku shihet që e ka lënë Leon në balkonin e saj, ndërsa me anë të kësaj videoje ajo jep një këshill për të gjitha vajzat dhe ju thot mos e lejoni pa e provuar këtë gjë. Sigurisht jeni lodhë i bo reklama që isheni mo në për Instagram e në për TikTok Unë sot e kam reklamën më të mirë për juve. E di që shumica për juve ka një dashur ose një burr edhe një teros. Tashti ju këto dyja mundi mi kombinu. Nëse i dashuri ju shkon nerva, jashtëzakonisht shumë jeni në periudhën e juve, ose pa marrë parasysh se çka nuk është të shku për dënë terosën e ju edhe pëshën e jashtë. Hej, besomni që ka nuk kom besu që ka shumë dikon për mirë të mentaliteti janë, të mendja janë, me mshel jashtë, a më provon edhe jo dhe shumë në komente se a pju pëlqen si ideja, i keni provu edhe a i në të ndonë të knashtë me këtë reklam. Kështu që tash të këshën edhe njëherë Leonardin, banë qao me dur. Shim në reklamet tjetër. Shujta jashtë të më nejtë.